është ardhe për fat që një shtetase huaj ka ardhur në Shqipëri për të ushtruar profesionin e prostitucionit, profesionin më të vjetër në botë. Janë një të pakta rastet, ne kemi sot në Shqipëri faqe online ku mund të porosisësh një eskort që përgjithsisht janë të huaja dhe jo vetëm nga Kina, kemi nga të gjitha vendet e botës, nga Kolumbia, që po vinë dhe ushtrojnë prostitucion në Shqipëri. Çfarë ndodh? Vinë me justifikimin për të punuar. Dhe pra kur hyn në vendin tonë, thonë kemi ardhur për punë, duke qenë se patjetër gëlon turizmi në Shqipëri dhe patjetër me njëra tjetrën, me informacione që mund të përçojnë marrin edhe të dhëna që Aida, janë të vetëdijshme, vinë për të ushtruar prostitucion sipas hetimeve të drejtanishme, jo vetëm në këtë rast, por edhe disa raste të tjera të zbuluara më parë, apo mashtrohen duke ju premtuar një punë tjetër, ndoshta në sektorin e turizmit dhe gjenden këtu në kushtet e presionit, kërcënimit e të tjera. Dafina, në shumicën e rasteve vinë me synim të qartë. Pra, vinë me justifikimin si kur do të punojnë, por për shkak të informacioneve që mund të kenë marrë nga persona të tjerë, të afërt, të njohur, miq apo mikesha që në Shqipëri nëse shkon, duke qenë se nuk ka një ligj dhe duke qenë se nuk kontrollohet, mund të ushtrosh në prostitucion dhe mund të bësh para shpejt, ata vinë me koshiencë të plotë dhe ushtrojnë këtu prostitucion. Kështu që a ka pasur raste që janë detyruar dhe janë mashtruar, këto janë raste shumë të rralla, por për shkak të globalizimit e tash dhe zhvillimit të turizmit, patjetër që do të vinë krahas dhe shtartjes së shumë personave të huaj që vinë në Shqipëri për të bërë një punë të ndershme, patjetër që krahas këtyre ka edhe persona të tjerë të cilët vinë për të përfituar, për të bërë para shpejt dhe për të ikur. Unë kam konsideruar turizëm seksual dhe turizmi seksual në Shqipëri viteve të fundit sa vjen dhe përhapet më shumë e përpasoj ka dalë nami edhe në gjithë botën që mund vish Shqipëri dhe të ushtrohet prostitucion. Po ne jemi në fazën e ekspansionit. Jemi në fazën e ekspansionit, turizm dental, turizm seksual. Mjekësor, Aida të falenderoj shumë për kohën. Najsi. Avokat, ky zhvillim, por në fakt edhe s'indikon kjo në perceptimin e përgjithshëm për sigurin në Shqipëri, për rendin. Këto janë raste dhe fenomenet shkëputura të cilët normalisht çdo kush e ka vetën në dorë dhe kryen këtë rast, por që në përgjithësi unë dhe s'para i besoj në përgjithësi dhe nga vetë natyra që derisa pa parë një element të pjesës që si u kap, se pa vetëm një person me doreza që shtronte para aty dhe kaq. Por që kam përshtypjen që kjo nuk është nga jo pjesë që cënon në rendin publik, që një person vinë nga jashtë edhe kape duke kryer pjesën e prostitucionit, përvaret se si është kapur. Është kam flagranca, ka element prova, s'ka, me fjerë ka vetëm, jemi në kuadrën e thashe theme, aq më tepër që një 64 vjeçare nga Kina, 61, që të ketë kaq preferencë edhe si ka ngecur në Pogradec, me fjerë, më duket pak e habitshme. Shiko, ka dhe një diçka tjetër, të cilët unë doja ta prekja përsa i përket një loj, unë kam takuar, nuk e di nëse do më lejohet, do më lësh vetëm 30 sekonda. Pa diskutim, në mënyrë të përmbledhur se jemi në 30 sekonda. Kam takuar 2 personat të cilët kanë qenë në një zonë të largët në Vidohov të Korçës, që i bje pjesën të largët, dhe aty është bërë pjesa e provokacionet të gushtit. Po ta shikosh, në atë kohë është një zonë shumë e lavdishme ku me të vërtet pjesa shqiptare ruan pjesën e moralit të ushtrisë shqiptare të asaj kohe. Dhe çka ka ndodhur? Ajo zonë është nga zonat më të lavdishme që mban edhe festën e provokacionit të gushtit. Ajo të cilën mua më bëri përshtypje, në atë zonë jetojnë 700 veta, nuk ka rrugë, nuk ka asnjë lloj infrastrukture dhe është lënë në mëshirë të fatit. Pra kemi të bëjmë do ta trajtojmë në një fazë tjetër. Ma lejo ta them edhe këtë. Që lidhet me rendin, me sigurinë, me atë që po diskutonim në fakt se si edhe këto zhvillime, po gjithsesi përmbledh. Ajo është një zonë tepër e lavdishme ku një personazh shqiptar hoqi dhe grisi flamurin grek, në atë zonë dhe vendosi flamurin shqiptar që është nga zonat më elitare të historisë të provokacionit të gushtit. Është zonë e prapambetur dhe s'ka asnjë lloj mbështetje dhe është jashtë vëmendjes së shtetit. Sikundër shumë zona të tjera rurale edhe për shkak të braktisjes janë pa shkolla, pa qendra shëndetësore,
ka shumë për të bërë dhe ajo për të cilën unë shikoj, ka qenë pikërisht në qendër. ajo që shikoj ky mandat 4 vjeçar i qeverisë duhet të jetë vendimtari se nëse nuk ndërhyn në këtë situatë, mendoj që do të ngjerret pjesa më e keqe dhe shija më e keqe e qeverisë. qeverisë. Falenderoj për kohën, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do t'i kushtohemi zhvillimeve më të fundit që vinë nga lindja e mesme. U bë me dije se do të kishte një armë pushim mes Izraelit dhe Iranit, nuk u respektua, ka pasur një deklaratë me tone të forta nga presidenti amerikan Trump. Çfarë po ndodh, a ka rrezik tashmë për shkallëzim, apo nga ana tjetër jemi drejt përfundimit pas afro 12 ditësh të luftës mes Izraelit dhe Iranit. Publicitet dhe kthehemi pas pak.